mu më kujtohet 30 mas fillimit bombardimeve, me 27-8 mars të vitit 1998, përderisa na dilshmin në kodrën për të parë se si po sulmohen caqet serbe nga NATO-ja, kemi ndëgju që nga do fshatra serbe, quhet babushi serbëve një vendbanim, na kanë gjujtur me mbi 11 granata sepse na nga gëzimi nuk e dishëm që serbët kanë guxim më na gjuh me granata për një dikun distanca aerore Irake 4-5 kilometra. Pra kanë sulmuar ata, na sulmonin, po. Edhe ne ishëm në kodrë, ndezgjëm zjarre, u gëzonim natës që po bombardon, kur po vinë granatat mbi ne, po kujtojmë që janë granata Tomahawk apo të NATO-s, kur fillun ato po vinë aty ku ishëm na. Fillum tikum, po fatkeqësisht atë not 5 civil të fshatit Babushi Muhaxherve psun nga një granatë e tillë, për tyne një fëmijë 6-17 vjeçar, Artan e ka pas Artan Sulemani, një djalë është 6-17 vjeçar, është u vrarë në vend, edhe një plak dikon 65 vjeçar, edhe Shqyqeri Berisha edhe u vrarë, ndërsa 3 të tjerë u plagasën. Atë natë unë me një mjek jena marrë ta natën me shërimin e plagëve tyne, sepse na sallën të një mjek të një në katon aty, edhe jena marrë me ta, do thotë atë natë na kanë gjuhë serbët në fshat, megjithatë në fshat tonë vetëm pa dome materiali, rashin granatat, nuk rashin, faktikisht nuk pësu njerëz, mirë po gjatë qasoj kohë do thotë ka pas shumë vrasje, shumë masakra, shumë vrasje në për katune, do thotë në thuse nuk ka nga vendbanimet e Lipjanit, thuse mbi 40 vendbanime kanë persona që janë të vrarë gjatë qasoj periode. Teksa ka pasur shumë masakra, përmendet 400 masakra. 400 masakra ka ndodhur në komunën e Kosovës. Mirë, po asnjëherë drejtësi për asnjë nga këto masakra. Është për keqardhje që kanë po kalojnë tash 26 vjet në liri, edhe një pjesë dërmuese e njerëzve që i kanë kryer ato masakra, një pjesë e tyne kanë qenë qytetarë tonë serb. Unë i kam botuar 2 libra lidhje me masakrat, për Slovinë edhe për Hallaqin. Vetë fshatarët serb, fqinjet serb